Çfarë ndikimi ka Kurani në jetën e kësaj bote dhe në botën e ahiretit? Kurani ka ndikim shumë të madh tek besimtari, edhe në këtë dynja, në këtë botë, edhe në botën tjetër në ahiret. Do i përmendi vetëm nga një që ta kemi më qartë. E para, ndikimi i Kuranit këtë botë se ai që merret që i shërben Kuranit, lexon Kuranin, mëson Kuranin, ua mëson të tjerëve. Allahu do e ngrit. Allahu me këtë Kur'an, me këtë shërbim që i bën Kur'anit do e ngrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithet që transmeton Omer radhiyallahu an, Allahu me këtë Kur'an i ngrit disa njerëz dhe me këtë Kur'an i ul disa të tjerë. Andaj ata që e lexojnë, punojnë sipas Kur'anit, e shërbejnë Kur'anin, Allahu do i ngrit. Ata që ja kthejnë shpinën, Allahu na rujt. Dhe që nuk merren, nuk i shërbejnë Kur'anit, janë neglizhues ndaj Kur'anit, Allahu do i ul, do i mposhtë në dynja. Prej ndikimeve të Kur'anit në botën tjetër, në ahiret, është se ky Kur'an do jetë dëshmitar, ndërmjetësues për shërbtorët e tij, për lexuesit e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lexoni Kur'an sepse Kur'ani do të vijë ditën e Kiametit, ndërmjetësues për ata që e ka lexuar. Ditë ku ka më të mjaftu vetëm çështja jote, nuk do të intereson ty as familja, as prindi, as evladi. Ky Kur'an pra do të jetë ndërmjetësues për ata që do e lexojnë dhe e shërbejnë Kur'anin në këtë dynjë.